Përshëndetje fëmijë. Në lëndën abetares do të punojmë temën fjalë që tregojnë veprime, faqe 74. Në këtë orë do të përmendni fjalë që tregojnë veprime. Do të tregoni veprimet që kryejnë fëmijët në figurat e dhëna. Do të lidhni fjalët e dhëna në modë për të krijuar fjali me kuptim dhe do të krijoni fjali për figurat e dhëna. Kujtojmë, fjalët që tregojnë veprime janë ato gjëra që bëjnë njerëzit, kafshët, sendet, vendet e tjerë, që më vonë do ta mësojmë që këto fjalë quhen folje. Fjalët që tregojnë veprime i gjejmë me pyetjen çfarë bën ose shkurt ç'bën. Në jetën tonë të përditshme bëjmë shumë veprime. Për shembull, ja të shohim dhe figurat. Ngrihemi në mëngjes nga shtrati, lajmë duar dhe fytyrën, ham ushqim, fillojmë mësimin online, bëjmë detyrat, lexojmë libra, luajmë e shumë veprime të tjera. Ato që kanë kafshë shtëpiake, kujdesen për to. Le të kujtojmë së bashku se ç'bën macja. Macja mjaullin. Po qeni ç'bën? Qeni leh. Ç'bën dielli? Dielli ngroh. Po zilja e shkollës çfarë bën? Zilja tingëllon. Ç'bën pshesa? Pshesa pastron. Ç'bën lapsi? Lapsi shkruan. Fjalët me të kuqe tregojnë veprime. E përsërisim, fjalët që tregojnë se çfarë bëjnë njerëzit, kafshët, sendet, vendet e tjerë, quhen veprime që më vonë do ta mësojmë që këto fjalë quhen folje. Le të shohim se çfarë veprimesh bëjnë fëmijët te abetarja e punës. Hapeni abetarin e punës në faqen 74. Te ushtrimi 1 shikoni figurat dhe tregoni veprimet që kryejnë fëmijët. Xhaxhi autori u ka vënë nga një emër këtyre fëmijëve. I pari është Beni, e dyta është Ana, i treti është Miri dhe i fundit është Tani. Që t'i shkruajmë fjalit në mënyrë të saktë, do të përdorim fjalët e dhëna në të djathtë. I lexojmë: ngjet, luan, ha, mëson. Si mendoni ju, çfarë po bën Beni? A ku ka hipur Beni, shikoni? Në biçikletë. Atëherë formojmë fjalin: Beni ngjet biçikletën. Po Ana ç'bën? Çfarë ka në dorë ajo? Ka një kuku. Atëherë, Ana luan me kuku. Kështu veproni për Mirin dhe Tanin. Te ushtrimi 2, do të lidhni fjalët e njërës mollë me fjalën ka dhe me fjalët e mollës tjetër. Lexojmë shembullin: Zogu ka sqep. Fjala ka në këtë rast na tregon se sqepi është pjesë përbërëse e trupit të zogut. Ndërsa te dy mollët e tjera formohet fjalia fëmia ka lodra. Fjala ka në këtë rast na tregon se lodrat i përkasin fëmijës dhe jo dikujt tjetër. Vazhdojmë me fjalën mushkonja. Çfarë mund të ketë mushkonja? Thumb, gjetha apo rrota? Besoj se dhe ju do thoni thumb. Formojmë fjalin: mushkonja ka thumb. Kujdes, fjalia fillon me shkronjë të madhe dhe përfundon me pikë kur na tregon diçka. Çfarë mund të ketë lulja? Gjethe apo rrota? Gjethe. Shkruajmë fjalin: lulja ka gjethe. Kështu veproni dhe me fjalët e tjera. Te ushtrimi 3, do të shkruani fjali për figurat e dhëna. Çfarë shikoni në figurën e parë? Çfarë po bëjnë fëmijët? Fëmijët bisedojnë me gjyshin. Atëherë shkruajmë fjalin: fëmijët bisedojnë me gjyshin. Te figura tjetër, çfarë bëjnë vajzat? Vajzat luajnë me litar. Vazhdoni vetë me figurën e tretë dhe figurën e katërt. Tani, të dashur nxënës, merrni lapsin në dorë dhe i plotësoni bukur këto ushtrime. Më pas, numëroni sa fjalë
që tregojmë veprime ka në këtë faqe. Kujdes, fjala ka në rastin tonë nuk na tregon veprim. Detyrë shtëpie. Shkruaj në fletore fjali të ushtrimit 3 me shkrim dore. Mund ta ilustroni dhe me vizatim. Faleminderit për vëmendjen dhe punë të mbarë.